Përshëndetje të dashur miq. Sa kishte varvalli. Vinte gusha jote aron portokalli. Mirë se keni ardhur, mirë se jeni sintonizuar në valët e Top Albania Radio si dhe kanali 10 në digital. Ju Teletubbies atan, o yje, o të bukur, o të mirë, o finalista, o çat ju them më burr, çat ju them më burr. Aty do dali po derisa të vim tek ai momenti, le të bëjmë një prezantim një herë se kush jemi dhe ku jemi dhe nga jemi dhe nga vim dhe ku do shkojmë. Nga jeti nga Mallakastra? Jo. Nga Mallakastra? Julian Urdha, Angelo Shkreli dhe DJ Kedos që është ande nga ana tjetër e xhamit. Kedos Si jeni? Mish patate dhe salc kosi. Do të jemi deri në orën 20:00 së bashku në këtë të hënë në këtë fillim jave këtu në Top Albania Radio në 100 MHz siç e tha kolegu dhe në kanalin 10 në digital për gjithë që mund të jeni në shtëpi ose mund edhe të jeni pasagjer në makinë dhe keni hapur aplikacionin, mund të na shikoni aty. Bukur. Shumë bukur. Juli sot 4 finalist. Po 4, po ti si je? Asun s'jam. Po do jetë dikush tjetër. Hajde Juli se sot duhet t'japim shumë ritëm sepse kemi të ftuarit janë duke na 4 finalistë kemi edhe 4 të ftuar njëkohësisht. Patjetër. Ja zbuluar 4 finalistët e Big Brother Albania, por menjëherë Rogerti ka kërkuar që ti mbulojnë se pas zbulimit tha kemi ftohtë. Po është bërë ftohtë Juli se po vinë edhe plakat, janë edhe plakat e prillit tani Si kanë plakat e prillit? Po do prishet koha dhe i bie fiks për finale, kështu që ata janë mbuluar që të mos ftohen, se po u ftohen, e diti si kërcet pastaj. E kuptojmë. Dhe kështu jemi futur pra në një fazë kritike globale. Bota duket se po rrotullohet rreth një lajmi të vetëm. Një sekond para se të rrotullohet bota, kthej syt jo Andesh Vrenozi. Vrenoz, për pak Vrenoz, tek sa zemrë sa i mirë je Velani, që na vjen. Ktheu nga ana tjetër se kemi Kleria që është duke na bër foto dhe video për rrjetet tona sociale. Ej miq, Top Albania Radio. Si Manushi e bëra. S'ka që më brenda Top Media si jemi. Patjetër, i përshëndesim gjithë. Falet, pra jemi futur në një rreth vicioz, në një epokë që kjo epoka është vetëm një javë deri të shtunën. Nga Bashkimi Evropian që ka shtyr diskutimet për të ndjekur reagimet e publikut tek NATO që po monitoron tensionet në rrjetet sociale dhe a është vërtet bombë Rogerti siç thot apo jo. Ashtu për këtë po kujdeset vetë NATO. Nga ana tjetër Juli, kemi 2 super fuqi të mëdha botërore. Monikën me Arbrin, që po përplasen kokëm kokë, rotëm rot për fituesin. Delegacionet përkatëse janë ulur në bisedime, por deri më tani nuk ka asgjë konkrete, nuk bien dot në një mendje. Kanë rënë dakord për të mos rënë dakord. Po mirë, ajo është stili tani, se ndryshe si do ta bësh. Pavarësisht hallave të përditshme, shqiptarët kanë gjetur një gjë që i bashkon çdo mbrëmje. Me halle, pa halle. Apo jo. Ose më saktë i bashkonte çdo të martë dhe tani do t'i bashkojë të shtunë që do jetë finalja, pra emocion, debate dhe një spektakël. Nuk presim debate të mëdha, se ç'ishte për të bërë u bë. Patjetër. Megjithëse Rogerti ka ruajtur kartat. Është si të ma bësh ti mua në fund, Juli, të zihesh ti me mua. Po o sen o dritë, po na presin të ftuarit kemi. Ja, se do të themi vetëm pas pak, megjithëse ju e keni marrë vesh. Okej, miq, nëse hëna nuk ju pëlqen fare, futini një mendje top sepse më keq nuk ka ku të shkoj. Më mirë do bëhet. Çka ka? Nuk e di asnjëri. Nuk e di asur, harrova pasaportën. Jo më pasaportën se ke harruar ti. O duduk, nuk e ke harruar ti pasaportën. Edhe ju në symizën nëse po na dëgjoni, ju përshëndesim. Ikim në muzikë, kthehemi sërish, kemi 3 super yje këtu, vetëm pas pak vazhdoni të qëndroni këtu me ne. Sërish në transmetim të drejt për drejt, o bir. Edhe në finale ti kishe kërkuar çdo DJ të 3 bashkë. 3 për një herë asnjëherë. Ata muskëltierët. 3 muskëltierët, po edhe ne 2 këtu bëhemi 5 herojt e Vigut. 5 burra, plasi testosteroni në këtë studio, se ku do shkoj kjo intervistë? Mirë dita mi mbrëma. Përshëndetje. Prisë do të prezantojmë Belali, do të prezantojmë. Po s'ka nevojë për prezantim, po hajde. Po është institucion Vrenozi, s'ka nevojë për prezantim. Juli thë këtë fjalë të bukura. Por sot e thashun, edhe në finale nuk do të dëgjejë të 3 bashkë. Jepi prezantoj tani në stilin e tyre. Po, Senofista! Kemi në studio Casanova. Artan Kola është në studio me ne. Edhe mbërësira për në fund? Ej, Djema, ju falenderoj shumë që zgjodhët këtë pasdite dhe mbrëmje ta kalonit këtu me ne para se të veni të merrni me punët tuaja të topit. Unë kam një emocion të veçantë sot.
sinqerisht, sepse radion unë e kam çka. Më 87-ën, tani unë të vegjël, po më 1987-ën kam hyrë në punë. Po. Dhe kam bler një radio Liria. Sepse kisha shumë qejf radion. Po. Po atëherë dëgjonim Radio Tiranën. Po, ato që kanë qenë. Radio Prishtinën, Radio Shkupin, pa grek, edhe këto maqedonse që na vinin dhe Rajunon i Paris. Ta kapte Po, radio. Radio 1, Radio 2. Dëgjojnë edhe ndeshjet. Okej. Bile kam me fakte sepse i kam bloçkat. Që në domethënë 87, 88 të shënuara Që atëre e di se sa dilte për shembull Aston Villa ose atëre isha unik, tani jam plakur. Je plakur të ka lënë. Ju përshëndes me tërmend, domethënë dhe ju falenderoj që më dha këtë emocion. Është vërtet i që nga emocion. Ne të falenderojmë që zgjodhe që të vishtu. Ndoshta parë. Ju se keni për herë të parë, kështu që I thash se jena me dy djem që e kanë emisionin tip funny, po me këtë rast edhe i thojmë drejtorit Legion Liço, këtu ke një moderator të jashtëzakonshëm për radio si Ilir Venozi, që shifet si opsion. Ta shohim si opsion. Jo, po duro. Patjetër. Është gjithë është universal. Nga puna fusim deri. Na vim për pasion valla, se për punë s'ka nevojë. Mund vetë shtojt, mund shtojt. Po patjetër. Na vim për pasion valla. Mos u bëte qese duhet kur të bëj dhëmë të rikshë. Ç'është gjëja me dhëmët o Ilir. Tani mos bëj reklam, tu vetë ofruan, ë? Po. Biri nënës. Me si e shef tan koli. Jo, paleko. Po i thash Zgjidë €2 Po shifsha pa hap, do më rikthej buzëqeshja. Po i thash për pjesën e llamve do t'i bëjnë edhe do t'i dalin shumë bukur. Fillon me dëm, banon me dëm. Sepse Bravo. Për pjesën e llamve besoj që do t'i dalin bukur sepse Kristi di kanë dal që më mirë ti kishin vu shep. Pse modeli Kristi do t'i bësh? Po. Jo, po duhet të kanë ashtu. Okej. Otan, se dolëm te puna lekëve. Ç'është ky muhabeti 20.000 euroshit? Çfarë shifra të frikshme. Ja ta them pak. Jo ta them pak fare. Ç'është ky muhabeti 20.000 euroshit? Më than bile ky ajo nxori vet. Seno. Por doli që nga ajo biku u turbua, tha, si të bëj tani? Mori vesh që hyn Artani. Telefon Artani do hysh i tha, po do hyj tha tani, takojmë filan vend. Okej. I tha, do ma nxjerrësh Vrenozin, tha, dhe ke 20.000 euro. Nëse e nxjerr Vrenozin. Nëse e nxjerr Vrenozin, po ato 20.000 euro ta shpjegoj vetë si do t'ja jap. Se s'e ka dhënë akoma. Sa i doli vet, nuk e nxori. Ku për mua, un pa plasi për me hek me i bërsh, po më duket sikur e kam pasion me një bërsh, tash 20.000 euro Artonit. Unë kam me të prit me vëlla. Edhe ke me të prit. Ose me kleri. Okej. Je mësuar Otan tek për punën e dasmave. Tani kur këndon në një dasëm, lekët i merr direkte apo është me të pritme? Jo, me të pritme s'ka dasmë. Ka ndonjë 2 herë. Mos thuaj me të pritme, sa është me të futme. Thuaj më. Ore po të futesh s'është problem se gjithë ne kemi. I çik na kështu. Na coin po, si është muhabeti i dasmave, se është shumë interesante. Po me dasma, e vetmja gjë që dasma pritet, domethënë nuk është për shembull vaki. Vakia bie dhe marrë punën. Po ti nuk shkon me dhullën vaki. Këndon vaki, ë? Këndon dhe nëpër vaki, ë? Do të rregoj gjë vërtet. Hajde. Shumë për të vërteta. E kam thonë këtu bile edhe një herë. Po këtu kanë qenë. Po. Para një 6 muajsh. Vdiq një njeriu atje në fshat në Lezhë edhe Otan, vetëm afro pak te mikrofoni, pak fare. Po pra se ma ka bë me hile ky se ky. Kur flet ti 300, kur flet ata 300. Edhe thuaj që s'ka punuar. 300 të këput. Mas fillon me këtu në vakisë po i lën hoxhat pa. Po jo, edhe si përfundim shkon atje edhe faktikisht ishin një 300-400 veta, po 80% ishin kështu valla. Nga mbi 70-80 vjeç. Okej. Çuna 3 kështu do ikim Itali gjithë, do ikim Gjermani. Po. Tash shumë me vete, tash s'pas ka më dasmë të filloj tash i për vaki, tash 300.000 lekë po një me shkoj. 300.000 lekë? Po tash hoxha pa punë. Po çfarë kanë mund këndosh në vakë? Po ta mendosh mund të këndoj këngën që ka me Anila Mimamin. Ktheu të lutem ktheu. Jo, na çon, na çon. Është shumë e bukur. Ne bëjmë një provë çfarë këtu. Çfarë provë më dëgjone? Tani një herë. A ka nuja to burime këtë? Jo, po na ul pak bazën se pas kemi aheng sot, a? Sot çekem do ta dish zjarr. E kemi portofolin, nuk hedhim lek. Kush? Këtu ne. Po mi na morën në mikrofon, e kompjuter. To burime, ti moj buskara, filja ime. A kanuja to burime,
ti moj buskaraj filja ime, ti moj buskaraj filja ime, amane, o për beline, për kokën tënde, amane. Amon të ty Senos po sfutur vlasë ky s'bëhet veç fare. Seno nuk ka një ekskluzive. Un hy kori. Një ekskluzive, nuk e di, duhet ta them apo jo, po nuk është me zara. Me pull të kuqe nuk është. Jo, ekskluzive, unë e Seno do këndojmë në finalen e Big Brotherit. Kape lajmin. Këtë rast isha ju dy knut, unë isha kori me u. Ilir, me që është hera e parë, është sefte për ty. Edhe ti nuk e dal këtu në radio për të folur për vojën tënde në Big Brother. Po në momentin që hyre, vendose të ishe Iliri 100% apo bëre ndonjë gjë që nuk ishe i vërtet? Një plan. Pra miqtë tu mund ta dinë. Isha 100% i vërtet. Edhe kur kam dalë, kam marrë, domethënë, qindra telefonata edhe bravo që dole. Bravo që dole, a? Okej. Bravo që dole sepse do zhbëje veten? Bravo. Do të dilësh karakterin. Dhash atë se e ke parasysh un kam që nga 2015 këto 10 vit, ky Lyshi Saliu, të thash. Domthon opozitari dhe ata anën familjare unë nuk e kisha shfaqur. Okej. Më dha mundësia që ata në familjare 2-3 intervista edhe me domethënë edhe me Nusën. Ishte shumë e bukur intervista te se luan topi. Po, okej, po të shumë e bukur. Okej. Po të gjitha këto dhe deri në këtë pikë isha okej. Pastaj thash Ilir Boll. E more bigun tënd si thua. Edhe ndoshta edhe jam i madh në moshë. Ata të rinë thua, po 2 pesa janë shumë. U lodha këmbët mua intën. Okej. Edhe donte ajo do ritëm. Po. Ajo do ritëm. Ke pa aty ritëm usta. Po. Po si ja bëni domethën për këto çakare? Na bie telefoni. Telefoni live është. Ilir Veliu është, po do ta bëj. Ilir Veliu këngëtar jo. Jam i bindur që po na dëgjon. Po, ndoshta po. Iliri është këngëtar i mirë, është nga Fieri, ha? Pa ju të Fiera këtu. Më dërgon gjithmonë Vajrulliri. Me vërtet. Më dërgon gjithmonë Vaj bio. I dërgon Vajrulliri këngëtar i Iliri, e? Edhe para një disa minutë, po, nuk që e thënë. Nuk që e faj Tanit që dola. Okej. Nuk që e fare faj. Po tani ti i bie ti marrësh lekët sepse ai doli. Tani lekët të tua janë se ti. Ky akuzohet që pse e shpure Iliri në akoriumi. Un po e pres lekët nga ty që ti ndajmë prapë të dy kur doli 10. Tani kur dole nga akoriumi kush se jam kurioz se dua ta di. Kush të shavi më shumë? Jo, don kush më mbroti më shumë mua ose si ta them. Kush të shavi më shumë ty për mua? Aty pak është 70% sepse dy gjëra që futa aty u futa pak si ters. Pse? Doli ky një dhe e dyta erdhi edhe Rogerti ndihmova aty hongra më shumë. Aty hongra kë. Komplet pastaj. Po futi çik shumë asaj shumë llavë iku. Po në thonjza bërja e një lojtarit vetëm me Luizin si e mendoj që Luizi do futej dhe do dilte. Aty sa e fitova? Jo, nuk është tan. Jo, s'lete Luizi prapë. Sikur vjen që puna lekë në shtëpi. Person se ke do të kishte marrë thua ti edhe po ti ishit një lojtar ta fitonit. Ja më të dashur për gjys. Për gjys? Po normal që ai nuk do. Ti e mendove të shkojë në përmend? Para pak a shumë po, normal që s'kishte pse të hyte sepse ai po fliste edhe për filmin e tij. Okej. Pra ti e kuptove se për çfarë kishte hyrë edhe. Unë mendoja që pak të minimumi 2 javë. Okej. Se 2 javë, po prap më shumë se 2 javë s'mundet të shkojë tjetër sepse funit 2 gjona apo luftove njeriu për emër dhe për lek. Po. Momentin që vjen emrin, do të vinë lekët mbrapa. Po. Tani për ty kjo pjesa e emrit dhe lekut si funksionon? Çka ke vend të parën ti? Atëre, në fillim domethënë që emri nuk diskutohet sepse ajo bile un pata një fat që në atë kohë unë u futa direkt në Top Albania Radio, dy mishin që s'kishe pranota se lloj këngë popullore. Unë isha i vetmi domethënë. Ajo ma priu mbar. Kështu që edhe Ilirit jam shumë i sigurt që nga sot e mbrapa, po, do eci mbar. Jo mbar, por shumë mbar. Me çimin e Luizi, po, ma ka bërë shumë qefin sepse Luizi është kampioni Big Brother. Patjetër. Çaka? Ja. Kena një video, po pse tregon aty? Ja, këtu kaq. Lezo këtu.
Të rujt Zoti se je njeri i mirë dhe lojtar i mirë. Vazhdo pra këtu. Ke sedër ti prandaj dole. Vazhdo edhe këtu. Një njeri me sedër thotë është një njeri me karakter dhe dignitet, prandaj ja vlen të respektohesh dhe nga unë do ta kesh gjithmonë respektin dhe derën e hapur për çat kesh nevojë. Natën e mirë dhe Zoti të bekoft ty dhe të gjithë ata që i ke për zemër. Respekt për Luizellin. Respekte. Bukur shumë, nuk thoshte aty si ta luante Interin apo jo. Jo. Vrenos. A je mbushur vlla me dashurinë e njerëzve pas daljes nga Big Brother? Shiko. Nuk e mendonja, një miku im, nuk e them se është gazetar, po nuk e doja emrin ai. Okej. Më tha, dëgjoj tha, para se ty nja i thash që doj, bo, më tha, çfarë ke i thash? Der tani tha, pa hyrë në Biku tha, të thrasin i lirë Vrenozi. Pastaj tha, pas Bikut do thash një liri i Bikut. Jo i thash. Po e vërteta që nga Pse ka njerëz që të thoni liri i Bikut? Po ti ishe tani e ndruan i liri i Bikut. Unë isha i liri Vrenozi, si shto senua që jam institucion i pavarur. Okej. Dhe pa godin. Tani ka lodhe në varësi. Tani ka lodhe ndoshta Biku ka të magjinë. Është shikoj se është 24. Edhe është një trampolin shumë e madhe. Shumë e madhe. Bile edhe kur më tha Ledion në fillim që kam hyrë atë ditën e parë, më tha, ti tano tha, njifesh pak a shumë po. Pse ke hyrë tha? Tha shumë vërtet njifën po. Jam e çik me plumb, kam hyrë me pastru. Si thua ti? E kishe kuptuar situatën në të cilën ndodhesh, ha? Po normal sepse koha hecën. Rinia te ja, teknologjia. Para reklamave. Sa e kishe pazari për një dasën para Bikut, sa e ke çuar tani? Para Bikut e kam pas me të pritme. Me të pritme. Kurse ke shiko fare. Kurse tash nuk tregova, dëgjoj, dy gjëra s'tregohen jetë. Mëkatet dhe lekët. Okej. E di unë se ka, e di unë. E di. Jo, e di kështu me amendje. 6.000 deri në 7.000. Për gjithë natën apo 2 orë? Jo, tash varet sa fuqi kam. Vlla, është merak. Vlla, ta të gëndosh, jo do të jesh aty në bllok kuçe. Do fuqi edhe për atë. 2 herë apo 3 herë me dalë sken. Dhe tash djo këtu tash. Problemi është varet sa zgjatë raport. Jo, fillim është zemër. Do mësojmë nga më të rriturit. Po ka një simbol të Big Brotherit, e dëgjova ti kur tha Ledioni po këndove edhe një herë do idhim nga gati 15 Me Seno. Çe kem do ta këndojmë, ka një simbol. Po këndojmë? Po jo tani se kam reklama. Kemi reklama. Nuk do ikim, do irim akoma. Do ikim ti në orën 8 do. Po pyetje, kam unë jargon me vete. Jo. Kemi këtu pa merak. Ishte për lirë. Okej, i kemi reklama. Glastik e gjitha. I kemi reklama, rikthehemi sërish Reklama.